Atleti I talentuar Franco Burra është renditur I pari në garën e 400 metrave në European Challenger Championships në Monaco, duke regjistruar kohën prej 46.45 sekondash. Ky rezultat I jashtëzakonshëm është fryt I punës së palollur, përkushtimit, disiplinës dhe talentit të Burrait, I cili në fjalët e tij në një intervistë për Star Plus thotë se e priste një triumf të tillë. Realisht ishte e pritshme, ky kampionat është I ka rradhës që unë marr pjesë edhe kam dalë 4 herë kampion në këtë kampionat. Rezultati ishte shumë I mirë, I pritshëm, kemi një formë të shkëlqyme, besoj që gata e ardhshme do të jemi me kohë më të mirë. Ishte gara e parë edhe normal që kur gara e parë është kaq e mirë, normal që shpresojmë që të jetë më të mira. Kishte konkurrencë, ishin dy atletë shumë të mirë, Ciprioti edhe një nga Malta që realisht vepron shumë mirë, por siç e thash, rezultati ishte shumë I mirë edhe kryesova garën. Burra I foli edhe për synimet që ka në garat e ardhshme. Po besoj që kemi kampionatin kombëtar edhe garat e ballkanike. Besoj që në kampionatin kombëtar do të synoj të vëll përsëri rekord, se jo është ta merr medalje në garat ballkanike. Çdo garë në kampionatin ballkanik kam tentuar për medaljen e arit, pavarësisht se më mungon. Kemi disa medalje si bronzit edhe argjentit, por gjithmonë ne synojmë të argjent. Sukseset e Franco Burrait vit pas viti janë një dëshmi e traditës së pasur sportive që vllaznia dhe trajnerët e saj vazhdojnë të kontribuojnë çdo ditë në zhvillimin dhe suksesin e atletëve tanë.